Përshëndetje shenja krepit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, karta tindapa në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prismë oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi mbretëresha e shpatave, 4 shpatat, mbretëresha e monedhave, ylli. E java për ju hapet me kartën mbretëresha e shpatave, e cila tregon se këtë javë do ta ndjeni më të lehtë të largoni mjegullën që ka mbuluar mendimet tuaja. Nëse kohët e fundit keni qenë të pavendosur ose të pavendosura, ose keni toleruar situata që nuk ju bindin, tani mund ta shihni gjithçka me një sy më kritik dhe më objektiv. Kartat tregojnë se nuk do të jeni të prirur të veproni nga impulsi, por do të kërkoni fakte, do të kërkoni qartësi dhe do të kërkoni arsye përpara se të merrni ndonjë vendim të caktuar. Kjo energji lidhet natyrshëm me 4 shpatat, e cila ju këshillon të mos nxitoni. Mund të ndjeni nevojën të tërhiqeni për pak nga zhurma e përditshme, të pushoni, ose thjesht t'i jepni vetes kohë për të reflektuar. Pikërisht kjo pauzë mund të bëhet pika e kthesës, sepse nga ky reflektim lind energjia e mbretëreshës së monedhave, e cila tregon se do të filloni t'i kushtoni më shumë rëndësi stabilitetit, sigurisë dhe kujdesit ndaj vetes. Mund të përqendroheni më shumë te financat, tek mirëqenia, tek shtëpia ose tek gjithçka që ju krijon atë ndjesinë e qëndrueshmërisë. Nuk bëhet fjalë vetëm për aspektin material, por edhe për ndërtimin e një qetësie të brendshme që nuk lëkundet lehtë. Ky proces kurorizohet nga ylli, një kartë që sjell shpresë, besim dhe shërim. Pas një periudhe reflektimi dhe riorganizimi, mund të ndjeni se po rilind besimi tek vetja dhe tek rruga që ju keni zgjedhur. Kartat tregojnë se po lini pas një fazë paqartësie dhe po afroheni drejt një periudhe ku do ta shihni të ardhmen me më shumë optimizëm. Kartat këshillojnë t'i jepni kohë vetes, sepse përgjigjet që kërkoni do të vinë kur t'ju gjejnë të relaksuar. Kalojmë tek familja. Në familje kemi vdekja, asi i shkopinjve, 8 shkopinjt, 5 monedhat. Në familje, vdekja tregon se po mbyllet një cikël që ka zgjatur prej kohësh. Mund të jetë fundi i një situate të lodhshme, mund të jetë fundi i një keq kuptimi ose fundi i një mënyre të vjetër komunikimi që nuk po sillte ose nuk po sjell më rezultat. Edhe përse ndryshimi mund të mos jetë i lehtë, kartat tregojnë se ai është i nevojshëm për të krijuar hapësirë për diçka të re. Këtë e përforcon edhe asi i shkopinjve, i cili sjell energji të freskët. Asi i shkopinjve nënkupton iniciativa të reja ose një dëshirë për t'i përmirësuar marrëdhëniet familjare. Ka gjasa të zhvillohen biseda që nuk mund të shtyhen më ose të merren vendime që do të ndikojnë pozitivisht në të ardhmen. Me 8 shkopinjt, ngjarjet mund të marrin ritëm shumë të shpejtë. Ajo që ka qëndruar pezull mund të zgjidhet brenda pak ditësh, ose mund të merrni lajme që ndryshojnë atmosferën në familje. Megjithatë, 5 monedhat tregon se jo të gjithë do ta përjetojnë këtë tranzicion njësoj, sepse mund të lindë ndjenja se mungon mbështetja emocionale ose mbështetja ekonomike. Për disa nga ju, unë do të thoja se ndryshimet që sjell vdekja dhe fillimi i ri që premton asi i shkopinjve mund të zhvillohen me ritëm të shpejtë fal kartës me 8 shkopinjt.
Megjithatë, pikërisht gjatë këtij tranziti, 5 monedat nënkupton se gjithashtu mund të lindë ndjesia se nuk po merrni ose nuk do të merrni mbështetjen që ju keni pritur ose mbështetjen që ju prisni nga njerëzit më të afërt. Në tërësi, kartat tregojnë se çdo ndryshim kërkon edhe një fazë për t'u përshtatur. Prandaj, mos e interpretoni pasigurinë e përkohshme si dështim, sepse shpesh ajo është pjesë e domosdoshme e një fillimi të ri. Kartat këshillojnë të pranoni ndryshimet me besim dhe mos keni frikë të lini pas atë që e ka përmbushur tashmë misionin e vet. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 2 shkopinjt, 5 kupat, temperanca, 7 shkopinjt. 2 shkopinjt tregon se mendja juaj është e përqendruar tek e ardhmja e jetës sentimentale. Mund të jeni duke reflektuar për drejtimin që dëshironi të marrë një marrëdhënie ose mund të jeni duke pyetur veten nëse personi që ju keni për krah ecën në të njëjtën rrugë me ju. 5 kupat lë të nënkuptohet se një zhgënjim i së kaluarës ose një pengë emocionale aktual nuk është shëruar ose nuk po ka përcehet plotësisht. Mund të jetë kujtimi i një historie të përfunduar për disa nga ju, ose mund të jetë një fjalë që lëndon ose një mundësi e humbur që ende ndikon në mënyrën se si ju e përjetoni dashurinë gjatë kësaj jave. Pikërisht këtu hyn temperanca, duke sjellë energjinë e shërimit, energjinë e pajtimit dhe të ekuilibrit. Nëse ju jeni në një marrëdhënie, komunikimi mund të bëhet më i qetë dhe të krijohen mundësi për të zgjidhur keqkuptimet. Nëse ju jeni vetëm, atëherë kjo kartë tregon se po afroheni drejt një periudhe ku zemra juaj do të jetë më e gatshme të besojë sërish. 7 shkopinjt tregon se ajo që po ndërtoni në dashuri do të ketë nevojë të mbrohet nga ju. Mund të jetë e nevojshme të vendosni kufi, të mos lejoni ndërhyrjet e të tjerëve ose të luftoni për atë që besoni se ja vlen. Dashuria nuk kërkon vetëm ndjenja, por kërkon edhe vendosmërinë për ta mbrojtur atë kur është e nevojshme. Në tërësi, kartat tregojnë se kjo javë mund t'ju ndihmojë të mbyllni plagë të vjetra dhe të krijoni një ekuilibër të ri emocional. E ardhmja nuk ndërtohet duke mohuar të kaluarën, por unë do të thoja që ndërtohet duke mësuar prej saj. Kartat këshillojnë të mos lejoni që zhgënjimet e djeshme t'ju pengojnë të mbroni lumturinë që mund të ndërtoni sot. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 4 shkopinjt, 9 kupat, djalli, budallaj. Në punë, 4 shkopinjt sjell një atmosferë stabiliteti dhe kënaqësie në sferën profesionale. Mund të ndjeni se disa përpjekje të mëparshme po japin rezultat ose po krijohen kushte më të mira për të bashkëpunuar me të tjerët. Për disa prej jush mund të jetë edhe një periudhë vlerësimi për punën e bërë deri më tani. Kjo energji përforcohet nga 9 kupat, e cila tregon se një dëshirë profesionale mund të afrohet drejt realizimit. Pra mund të merrni një lajm pozitiv, të ndjeni më shumë kënaqësi nga puna ose të kuptoni se po ecni në drejtimin që keni dëshiruar. Megjithatë, djalli nënkupton se jo çdo mundësi është aq e mirë sa duket. Mund të shfaqen tundime që lidhen me fitimin e shpejtë, ose varësi nga rutina, ose marrëdhënie jo të shëndetshme në ambientin e punës, ose situata që krijojnë ndjesinë se jeni të kufizuar. Kartat ju këshillojnë të dalloni me kujdes ndryshimin mes një mundësie të vlefshme dhe një zgjedhjeje që mund t'ju kushtojë më vonë.
Në fund shfaqet budallai, duke treguar se një derë e re mund të hapet pikërisht pasi të çliroheni nga ajo që ju ka mbajtur peng. Mund të jetë një projekt i ri, mund të jetë një ofertë ose thjesht mund të jetë guximi për të provuar një drejtim ndryshe. Kjo kartë nuk këshillon të veproni pa menduar, por të mos e lini frikën të vendosë në vendin tuaj. Në tërësi, unë do thoja se kartat tregojnë se potenciali për të ecur përpara është i madh, për sa kohë që zgjedhjet tuaja bazohen në liri dhe jo në varësi apo në kompromise të gabuara. Kartat këshillojnë të zgjidhni rrugën që ju jep liri për të zhvilluar, jo atë që ju mban të lidhur nga frika ose të lidhur nga komoditeti. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi besimi. Besimi ju kujton se jo çdo hap i jetës duhet të jetë i parashikueshëm. Këtë javë kartat ju këshillojnë të besoni më shumë te procesi, tek intuita dhe tek ndryshimet që po ndodhin. Edhe nëse nuk i shihni ende të gjitha përgjigjet, rruga që mund të hapet para jush mund t'ju çojë pikërisht aty ku duhet të jeni. Paç.